Banorja e shtëpisë më të madhe në vend, Alba, ka shkaktuar një stuhi të vërtet reagimesh brenda dhe jashtë shtëpisë pas akuzave të rënda që hodhin ndaj këngëtares Fjolla Morina. Debati mes dyshës u shndërrua në një nga momentet më të forta dhe më të tensionuara të këtij edicioni, duke lënë të shtangur banorët dhe publikun. Gjatë një përplasje verbale të ashpër, Alba nuk u kursye as pak në fjalor, duke e cilësuar Fjollën si tradhtare të kombit, një akuzë kjo me peshë të madhe emocionale dhe kombëtare. Sipas Albës, arsyeja e këtij cilësimi lidhe me një deklaratë të mëparshme të Fjollës, e cila sipas saj kishte ndarë shqiptarët në kategori. Fjolla është tradhtare e kombit, sepse Fjolla tha kosovarët janë kosovare, shqiptarët janë shqiptar. U shpreh Alba me zë të lartë dhe ton të vendosur, duke insistuar se deklarata të tilla dëmtojnë unitetin kombëtar dhe krijojnë përçarje mes njerëzve të një gjaku. Këto fjalë shkaktuan një reagim të menjëhershëm nga Fjolla, e cila eskaloi emocionalisht pas akuzës së rëndë. Këngëtarja u padukshëm e revoltuar, duke ngritur zërin dhe duke kundërshtuar ashpër interpretimin e Albës, ndërsa theksoi se fjalët e saj janë nxjerrë jashtë kontekstit dhe se ajo kurrë nuk ka pasur qëllim të ofendojë apo ndaj askënd. Debati u intensifikua edhe më tej, me ndërhyrje të vazhdueshme nga banorët e tjerë, të cilët tentuan të qetësonin situatën, por pa sukses. Atmosfera në shtëpi u rëndua ndjeshëm, ndërsa tensioni ishte i dukshëm në çdo cep të ambientit. Disa banorë u rreshtuan hapur në mbështetje të Albës, ndërsa të tjerë u përpoqën të mbronin Fjollën, duke argumentuar se po i bëhej një padrejtësi. Në një moment, Fjolla u shpreh se ndiej e sulmuar dhe e gjykuar padrejtësisht, duke theksuar se ajo gjithmonë ka shprehur respekt për shqiptarët kudo që ndodhen dhe se fjalët e saj janë keq interpretuar për të krijuar sensacion. Megjithatë, Alba vazhdoi të qëndroje pa lëkundur në akuzat e saj, duke deklaruar se nuk tërhiqet dhe se publiku duhet të ditë të vërtetën. Kjo përplasje e fortë ka tejkaluar muret e shtëpisë, duke u shndërruar në një temë të nxehtë në rrjetet sociale, ku ndjekësit janë ndarë në dy kampe të kundërta. Një pjesë e publikut e mbështet Albën për qëndrimin e saj të ashpër dhe të drejtpërdrejtë, ndërsa të tjerë konsiderojnë reagimin e saj të tepruar dhe mbrojnë Fjollën, duke kërkuar që deklarata të mos përdoren për sulme personale. Ngjarja pritet të ketë pasoja edhe në dinamikat e lojës, pasi marrëdhëniet mes banorëve janë tronditur ndjeshëm dhe tensionet duket se do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim. Ky debat tashmë konsiderohet si një nga momentet më të bujshme të këtij sezoni, duke mbajtur publikun të lidhur pas ekranit dhe në pritje të zhvillimeve të reja. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.